Përshëndetje të dashur miq, ju ndjekës së këtij kanali. Sot do vjojmë një mësim të radhës në ciklin e mësimeve të krishterë. Dhe bëhet pikërisht fjalë, sikurse mund ta shikoni edhe në ekran, për bazat e besimit të krishterë. Ky mësim ka ardhur si nevojë e shumë pyetjeve që janë dërguar përmes adresës kontaktit në këtë kanal. Ju kujtoj që adresa është enobarjami@gmail.com, pra emaili, sikurse komentet dhe bisedat e ndryshme me miq dhe ndjekës të këtij kanali. Dhe le të fillojmë. Së pari, pra bazat e besimit krishterë, duhet të theksoj që është një studim biblik sipas teologjisë ungjillore protestante. Pra kam përdorur dy terma, dhe ungjillor dhe protestant. Për ata që mund të jenë familiarizuar, është një prej degëve të krishtërimit, ndërkohë që dy degët e tjera janë ato katolike dhe ortodokse. Jo se kanë një dallim rrënjësor, të treja traditat janë tradita të krishtera dhe për to ndër Zoti mund të flasin në një mësim të radhës për të parë dallimet midis këtyre tre traditave ose denominacioneve, si quhet ndryshe, por secila ka, le të themi, pikat e saj ku fokusohet dhe aty teologjinë e saj ku thekson gjëra të ndryshme nga të tjera. Por në bazë të treja janë degë të krishtërimit. Ky studim është i krijuar posaçërisht për ata që sapo fillojnë rrugtimin e tyre shpirtëror, si dhe për besimtarët e rinj që duan të forcojnë themelet e besimit të tyre të krishterë. Dhe le të fillojmë me temën e parë, që në fakt është dhe më kryesorja, pikërisht me Perëndin. Kush është Perëndia? Pra gjithçka për besimtarin e krishterë fillon nga Perëndia. Pra në fillim gjithmonë lipset që të fillojmë atje ku është fillimi dhe më kryesori. Dhe për besimtarin e krishterë, kjo duhet të jetë baza, le të themi alfa, cilit Perëndi ai i beson. Dhe për ne besimtarët e krishterë protestant ose ungjillor, më së shumti luan rol të veçantë Shkrimi i Shenjtë. Pra Shkrimi i Shenjtë për ne është autoriteti kryesor nga ku ne mund të njohim Perëndin. Por krahas Shkrimit të Shenjtë është gjithashtu dhe kërkimi personal. Dhe mënyra se si Perëndia ndikon jetën tonë me anë të frymës së shenjtë. Në Shkrim na thuhet që Perëndia është frymë, dhe ata që adhurojnë, do të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetë. Pra fryma e shenjtë është marrëdhënia që ne na mban me Perëndin, se si ai vepron në zemrat tona, teksa ne e kërkojmë atë, kurse e vërteta është vetë fjala e tij që është shpallur dhe që sot e gjejmë në Biblën e Shenjtë. Dhe nga Bibla, le të fillojmë me vargun e parë që përmendet në Bibël, nga libri i parë i Zanafillës, kapitulli i parë, vargu i parë. Pra ky është gjithë fillimi i Biblës. Dhe na shkruhet: në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën. Pra shohim që prej fillimit ishte Perëndia. Dhe ai na thuhet që krijoi qiellin dhe tokën. Pra mbar universin dhe materien. Por fjala që vlen që ta theksojmë në këtë pjesë të Shkrimit të Shenjtë është pikërisht folja krijoi. Dhe folja krijoi na çon në atributin ekskluziv të Perëndisë, që askush tjetër nuk mund ta ketë. Pra pikërisht faktin që Perëndia është krijues. Pra gjithçka, gjithë krijimi, gjithësia, universi, materia dhe gjithçka që ne njohim dhe nuk njohim, ka ardhur si pasojë e krijimit. Dhe ka një krijues mbrapa, pra një autor të jetës, i cili është Perëndia ynë. Dhe na thuhet në fjalën e tij që ne jemi krijuar sipas shembullimit të tij. Kjo nuk na bën edhe Perëndi, por si thua, na bën pjesë të krijimit dhe të ngjashëm me atributet e tij, që do të thotë edhe ne jemi krijues, në natyrë krijuese,
por jo të barabartë me Perëndin, sepse ai ka ekskluzivitetin absolut dhe është sovran. Por në Biblën thotë qartë që shkruhet që le ta krijojmë njeriu sipas shëmbullimit tonë. Dhe njeriu në fakt është e vetmja qenie krijuese në tokë. Qeniet e tjera ekzistojnë, kanë funksione, dhe në fakt njeriu është krijuar në një ditë me kafshët, na thuhet në Bibël, pra me gjallësat e tjera, kafshët dhe shpendët, por njeriu ka vetdijen dhe ka intelekt krijues. Dhe kjo bën njeriu të veçantë nga çdo gjallësë tjetër, sepse është krijuar sipas shëmbullimit të Perëndisë. Por pse thot Perëndia ta bëjë njeriu sipas shëmbullimit tonë? Dhe në fakt në Bibël na thuhet qartazi, si në Dhjetën e Vjetër që është Bibla hebraike dhe në Dhjetën e Re që është përmbushja dhe formon Biblën që krishterët ndjekin, që Perëndia është trini e shenjtë. Pra kemi të bëjmë me një Perëndi, por që njëkohësisht është edhe tre. Kjo nuk e bën atë tre Perëndi, është një vetëm, por i manifestuar në Atin, në Birin dhe në Frymën e Shenjtë. Pra Perëndia është 1 në 3 ose 3 në 1. Pra trinia e shenjtë. Kemi thënë dhe në video të tjera që për ne është pamundur që ta kemi të qartë edhe të thjeshtë kuptimin e plotë të krijuesit të gjithësisë, krijuesit të universit që është pafund, pa fillim dhe pa fund. Pra krijuesi që ekziston dhe në të kaluarën, dhe në të tashmen, dhe në të ardhmen. Ndërkohë që ne jemi kaq të kufizuar në hapësirë dhe kohë, ai është përtej nocioneve të hapësirës dhe kohës. Kështu dhe njeriu e ka të pamundur që ta kuptojë me mendjen e tij të kufizuar të hynit pa kufizuar, por fjala e tij që është zbulesa e tij e shkruar nga Fryma e Shenjtë përmes profetëve, apostujve dhe mëngjer, pra Perëndia ka frymëzuar njerëzit që të shkruajnë të vërtetën. Na thuhet që ai është 3 në 1. Nëse mund ta ilustrojmë në mënyrë të kufizuar, mund të mendojmë për shembull trekëndëshin. Ne I themi trekëndësh, pra në veten njëjës, një trekëndësh, por vetë emri I tij na tregon që nuk kemi të bëjmë me një, por kemi të bëjmë me 3 kënde, 3 këndësh, që formojnë një trekëndësh. Pra trekëndshi, nëse shohim shkencën e gjeometrisë, është edhe 3, edhe 1, edhe 1, edhe 3. Dhe po të ulëmtojmë më thellë, çdo gjë e krijuar në natyrë ka këtë përbërje shumësi në njëjës. Për shembull, nëse marrim ujin, ne emërtojmë në veten njëjës, pa ai është H2O. Pra është 3 përbërës që përbëjnë 1. Këto janë thjesht shembuj për të përpjekur për të kuptuar sa më shumë rreth misterit Perëndis, por mos harrojmë që nëse nuk do kishte mister në manifestimin e Perëndis, atëherë ai nuk do ishte Perëndi. Por këtu qëndron dallimi midis besimtarëve dhe jo besimtarëve, sepse ata besojnë fjalën e Perëndis si të vërtetën absolute të frymëzuar nga Fryma e Shenjtë, ndërkohë që jo besimtarët deri më sot debatojnë këto nocione dhe I kanë të pakuptueshme dhe abstrakte. Po të shkojmë më tej tek libri I Eksodit, kapitulli 36, kapitulli 34, vargjet 6 dhe 7 në thuhet: Zoti, Perëndia I përjetshëm, mëshirëplot dhe I dëmshur, I ngadalshëm në zemërim, I pasur në mirësi dhe në besnikëri. Pra nisu nga Shkrimi I Shenjtë na jepet një zbulesë përmes profetit Mojsi, karakteri I Perëndis, natyra e tij. Pra tha në fillim është krijues, është I përjetshëm, është alfa dhe omega, nuk ka fillim, nuk ka fund. Pra është I përsosur dhe ka sjellë gjithçka në ekzistencë, përfshi dhe ne, është autori I jetës, I gjithësisë. Dhe së dyti, tek libri I Eksodit shohim që ai përveç se është Zoti dhe Perëndi I përjetshëm dhe vetë ekzistues, na thuhet që është mëshirëplot. Pra jo thjesht I mëshirshëm, por mëshirëplot. Do thotë mëshira e tij del dhe tepron.
në një farë mënyrë. Pra mëshira e tij ripërtërihet, është një burim mëshire. Nëse shohim dhe burimet e gjuhës origjinale ku është shkruar shkrimi pra në gjuhën hebraike, na del që është një burim jete dhe një burim i pashtershëm mëshire. Dhe mëshira e tij na thuhet ripërtërihet çdo ditë. Përveç se mëshirë plot, Zoti është i dhëmshur. Pra Zoti ka dëmshuri për krijimin e tij. Pra Zotit i vjen keq. Dhe kur sheh këtë botë të infektuar në fakt në ky po i quajmë virus i mëkatit, të ardhur që prej fillimit prej angjëllit të rënë, quhet Lucifer, pra mbajtësi i dritës, por që më vonë u bë Satan, që në gjuhën hebraike do të thotë kundërshtari, dhe e infekton njeriu me mëkatin e pabesisë, pra që mos i besoj Perëndis dhe mos i bindet fjalës Perëndis si fjalë perëndie, por të vërë në pikpyetje fjalën e Perëndis si një fjalë që nuk ka autoritet dhe nuk është prej Perëndis. Dhe po do vëmë re, në mas të gjërë, kjo botë dominohet nga kjo mundësi që njerëzit jetojnë pa fjalën e Perëndis dhe nuk interesohen ta njohin Perëndin. Dhe njëra ata mjaftohen, thonë ka një Zot atje lart dhe kaq, ndonjëherë mund thonë ai më do dhe kaq, por nuk shkojnë më tej që të kuptojnë se realisht jetojmë në një botë të infektuar nga mëkati, pra të sëmurë, ku smundja, simptoma më e madhe kësaj smundje është që njerëzit nuk interesohen për krijuesin e tyre. Dhe nuk interesohen të japin përgjigje pyetjeve më ekzistenciale të jetës. Për shembull, kush jemi, pse jetojmë dhe çfarë qëllimi ka kjo jetë? Nëse çdo njeri do ngrinte këto pyetje, përfundimi do ishte që ka një krijues dhe ai të do, dhe ka një plan për ty. Dhe për të kuptuar këtë dashuri dhe këtë plan, nuk mundemi ta bëjmë dot pa besuar që Perëndia është i dhëmshur. Dhe do shohim më tej çfarë plani ka ai për zgjidhjen e këtyre problemeve që ne folëm. Gjithashtu në fjalën e shenjtë e librit Eksodit na jepet që Perëndia pra ka një tjetër atribut që është i ngadalshëm në zemërim. Që të thotë Perëndia zemërohet, pra kur themi zemërim nuk duhet ta ngatrojmë me zemërimin njerëzor, por ai është një Perëndi i drejtë. Është i shenjtë dhe gjithçka ai e vën në rregull, në drejtsinë e tij hyjnore. Dhe ai nuk lë asnjë padrejtësi pa u ndëshkuar dhe pa u ndrequr. Por ama na thuhet që është i ngadalshëm në zemërimin e tij. Ai gjithmonë jep kohë dhe jep shans, jep mundësi çdo njeriu që ta kërkojë atë. Ta kërkojë dhe të pendohet dhe të kthehet tek ai. Prandaj ai është i ngadalshëm nga mëshira dhe mëshuria që ka. Dhe më tej gjithashtu na thuhet që Perëndia është i pasur në mirësi. Pra kujdes, jo thjesht i mirë, dhe në fakt shkrimet tjera në Bibël na thonë që Zoti është i mirë dhe mirësia e tij zgjat përjetë. Sepse vetë Perëndia është edhe i përjetshëm. Por këtu na thuhet që është i pasur në mirësi. Që në mënyrë të ngjashme me fjalën mëshirëplot, edhe këtu mund të kuptojmë që mirësia e tij del dhe tepron. Dhe Perëndia është gjithashtu dhënës. Perëndia kërkon që ta mbushë zemrën e njeriu me mirësi. Por njeriu që ta në mëkatin e tij, në pabesi, në mosbesim, zgjedh të jetojë pavarur nga krijuesi i tij, dhe të jetojë një vetë ku ai një jetë në fakt ku ai vetë vendos çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe për të. Sikurse mësoi angjëlli i rënë, pra Satani që thanë djalli, Adamin dhe Evën. Ai mësoi që të mos i bindeshin urdhërimit të Perëndisë dhe të hanin nga fruti i ndaluar në kopshtin e Edenit, sepse atë ditë që do hani tha, ju do bëheni si Zoti dhe do njihni të mirën dhe të keqen. Dhe njeriu e shkeli këtë urdhërim, hëngri nga fruti i ndaluar dhe korri pasojat e kësaj mosbindje, mëkatit. Dhe vendosi vetë çfarë ishte e mirë dhe çfarë ishte e keqe dhe filloi të jetonte jetën pa Perëndin. Dhe këtu fillon themelimi
i historisë së qytetërimit njerëzor. Ku njerëzit që nga kona e Adamit dhe Evës deri më sot vazhdojnë e krijojnë vetë historinë e tyre. Disa që janë fitimtar madje e shkruajnë vetë historinë e tyre, si të duan ata. Ose si të mendojnë ata që është mirë dhe si të mendojnë ata që është keq. Prandaj në botë ka padrejtësi, prandaj në botë ka pabarazi, prandaj në botë ka rivalitete, luftra dhe lloj-lloj dhimbjesh dhe gjëra që ndonjëherë thjesht sa nuk konsiderojmë, por ato kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë aty. Po marrim vetëm një shembull. Njerëzit mendojnë se ende nuk ka tashmë nuk ka skllavëri, sepse i referohen skllavërisë të kohërave më të vjetra ku bëhen nëpërmjet anijeve. Po në fakt në statistikat, po të shikojmë me ftohtësi, skllavëria është në nivelet më të larta që ka pasur ndonjëherë bota. Kemi skllavëri të shfrytëzimit të seksual, skllavërinë e të miturve, e lloj të tjera, trafiqe deri tek organet e njerëzit. Pra, kjo lakmit përpara i ka çuar njerëzit të skllavërinë mos ta shohin më si skllavëri, por ta shohin thjesht si një mënyrë të bërit tregti, të bërit biznes. Për shembull, industria pornografike sot në botë është një nga 5 industritë më të mëdha në botë. Dhe në fakt çfarë ndodh atje? Atje thjesht është një skllavëri seksuale që transmetohet me mjete teknologjike për të bërë para. Dhe një formë tjetër skllavëri është ajo e drogës, varësia nga narkotikët, nga duhani, alkooli e merat. Pra kudo po të futemi deri tek programacionet dhe çdo formë tjetër, stili i jetesës sot njerëzore është në masën më të gjerë një skllavëri komplete dominuar nga varësitë, dhe në fakt vetë Zoti na thotë në fjalën e tij që ai që mëkaton është sklav i mëkatit. Dhe përderisa mëkati sot në botë është shtuar, pra ky virus vetëm sa është shumë fishuar, si shumë fishohet kanceri për shembull në trup, edhe skllavëria është shumë fishuar. Po kujdes është bërë aq e madhe sa ne nuk na duket skllavëri. Nuk na duket skllavëri sepse jemi mësuar me jetesë. Dhe kujtojmë skllavëria është ajo e anijeve, po jo, ajo ishte një pjesë sot e pothuajse gjithë rendin botror, një skllavëri. Ku një pakicë e vogël kontrollon elitat, kontrollon politikën, ekonominë e kështu me radhë. Pra, e përmendëm këtë gjë jo për të bërë pesimistin më tepër se sa realistin. Sa më shumë kohë kalon dhe njerëzit nuk kërkojnë Perëndin, ata vetë do vendosin çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Dhe ne kemi arritur në pikën që skllavëria nuk na duket më e gabuar sepse është bërë në mënyrë jetese. Dhe mos harrojmë që çdo formë varësie, sipas shkrimit shenjtë dhe besimit krishterë, është skllavëri. Por Perëndia është i dashur. Dhe Perëndia pret na thotë në shkrimin e tij dhe shikon nga lart bitë e njerëzve. Nëse dikush e kërkon atë, vjen tek ai dhe pendohet. Pra Perëndia pret. Dhe tek letra e parë e Gjonit, në Dhjetën e Re, tek kapitulli 4, vargu 8 na thuhet: kush nuk ka dashuri, nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri. Pra atributi kryesor, në fakt nuk është thjesht një atribut, është vetë natyra e Perëndisë. Ai është dashuri, me dashuri më falni e krijoi gjithësinë dhe na jepet që ai e do krijimin e tij. Dhe madje në shkrimin e shenjtë na shfaqet si ati ynë. Dhe ndonë ai është një krijues sovran dhe i gjithëpushtetshëm, ai nuk imponon askënd që të shkojë, ta kërkojë dhe të interesohet për të, që të ketë një marrëdhënie me të. Pse? Sepse Perëndia duke qenë dashuri, në dashuri ai ka edhe lirinë, sepse nuk mund të ketë dashuri pa liri dhe liri pa dashuri. Që Perëndia në dashurinë e tij, në gjithë to të mira dhe bekime që ka sjellë në ekzistencë, i ka dhënë njeriu edhe vullnetin e lirë që të zgjedhë.
nëse njeriu do të jetojë me Perëndin ose nëse njeriu do të jetojë pa Perëndin. Por pasojat në fund njeriu do t'i korrë sipas vendimit të tij. Pra Perëndia ka lënë lirin në dashurinë e tij, por me dashuri ka thënë dhe të vërtetën përmes profetëve, apostujve dhe sot flet nëpërmjet kishës, nëpërmjet të thirrurve për të shërbyer mbretërisë së tij. Në mënyrë që kushdo që dëgjon fjalën e tij të mos ta ngursojë zemrën, por të kthehet tek Zoti, krijuesi i tij, dhe të ketë një marrëdhënie dashurie me të. Dashuri shpirtërore dhe rilindje, sikurse mund ta shohim në pikat e ardhshme të këtij mësimi. Pra deri këtu pam pikërisht temën e parë dhe ndoshta më kryesoren për besimin e krishterëve. Kush është Perëndia? Dhe nga gjitha këto vargje që reflektuam, mund dalim me përfundimin që ideja kryesore është që njohja e karakterit Perëndisë dhe njohja e natyrës Perëndisë është themeli i besimit të krishterëve. Pra nëse nuk njohim Perëndin, nuk kemi themel në besimin tonë krishterë. Kështu që këtu fillon pikërisht rrugtimi i besimit të krishterëve. Dhe thamë që Perëndin e njohim në frym, pra kur kemi frym është gjithashtu një sinonim i zemrës në gjuhën hebraike, ose në kulturën hebraike, dhe ku është shkruar dhe Shkrimi i Shenjtë. Pra nëse kërkojmë atë me gjithë zemër, vetëm atëherë do mund ta gjejmë. Pra me gjithë zemër. Dhe vetë Zoti e thotë gjë që do më kërkoni dhe do të më gjeni sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Po nëse nuk e kërkojmë Perëndin me gjithë zemrën, nuk kemi për ta gjetur. Sepse tregon që zemra jonë është diku tjetër. Por nëse kërkojmë me gjithë zemër ose të ndryshme në frym, atëherë Perëndia do na zbulohet dhe zbulimi që ai bën është në të vërtetë. Dhe fjala e tij, pra fjala e shenjtë, Bibla, është e vërteta. Ku ne do ta gjejmë Perëndin dhe do zbulojmë të gjitha ato çfarë Perëndia kërkon të na thotë. Dhe lëvizim nga këtë temë të dashur miq dhe ndjekës dhe kalojmë tek tema e dytë. Pak e prekëm në slajdin e parë, por le të fillojmë këtu. Pra pse nuk e kërkojmë Perëndin? Nëse besojmë që ka një Zot, ka një Perëndi, ai është i mirë, është dashuri, ka sjellë gjithë të krijim të mrekullueshëm. Po që tha mëkati jon e vështirëson këtë krijim. Atëherë, pse njeriu nuk e kërkon Perëndin? Pse pjesa më e madhe e njerëzve, ku hyn dhe ata që mund ta quajnë veten krishterë, por që në fakt nuk jetojnë si krishterë. Ka krishterë që s'kan vajtur ndonjëherë në kishë. Ka krishterë që nuk kanë lexuar ndonjëherë Biblën. Ka krishterë që jetojnë më keq se jo besimtarët dhe i thonë vetes krishterë. Pra ky është një problem tjetër më vete, por i krishterë nuk lind. Këtë mund të nxjerrim nga Shkrimi i Shenjtë. I krishterë bëhesh nëse ti merr vendimin për të njohur Perëndin dhe për të jetuar sipas vullnetit të Perëndisë. Vetëm kështu mund të jesh i krishterë. Pra krishterimi është vendim për të jetuar si krishterë. Dhe nuk lind, nuk do të thotë se ti lind në një familje krishtere dhe i krishterë. Nuk të bën fare krishterë. Por tham, pse pjesa më e madhe e botës nuk e kërkon Perëndin? Dhe le të kthehemi te problemi i parë që nga zona filla. Pra problemi kryesor i njeriu nuk është sistemi, nuk janë këto që përmendën padrejtësitë, krimet, luftrat, rivalitetet, konkurenca, korrupsioni, skllavëria. Këto janë thjesht pasojat e problemit. Bibla, fjala e Perëndisë ka problemin në rrënjë. Dhe rrënja e gjithë problemit është mëkati. Mëkati është pikërisht të jetosh jetën pa Perëndin. Të vendosësh vetë çfarë është e mirë ose e keqe për ty, çfarë është e drejtë dhe e padrejtë për ty, e vendos ti vetë. Dhe kjo në fakt, për gjithë ata që nuk e dinë, është alfa e doktrinës sataniste. Pra këtë besojnë satanistët. Satanistët nuk adhurojnë djallin. Satanistët adhurojnë njeriun e kallëvarur, që ka zgjedhur të jetojë pa Perëndin.
duke ndjekur arsyen e tij, individualizmin e tij, egon e tij, dëshirat e tij, pra të jetë i lirë totalisht, pa patur nevojë për moralin absolut, për ligjin hyjnor që Perëndia ka vënë, në mënyrë që njeriu të jetojë ashtu, ose të më ndryshe, njeriu të krijojë sipas fillimit që është krijuar. Ky është plani i Perëndisë. Dhe Perëndia ka plane dhe jetën më të mirë për njeriu. Por mëkati i injektuar që prej fillimeve të njerëzimit dhe i trashëguar në mijëra vite, është bërë kaq i natyrshëm sa që njeriu nuk e kupton që është mëkatar. Dhe kur nuk e kupton që është mëkatar njeriu, ai nuk e kupton që është i smur. Po ta kuptonte do shëroj, do kërkonte zgjidhje. Po fakti që ai nuk e kupton që është i smur, ai s'ka për ta parë asnjëherë mëkatin në jetën e tij dhe nuk ka për të kërkuar kurrë Perëndimin. Në momente të vështira ai do mendoj që mundet që ja kështu ndodhi, ose e ka fajin tjetri, ose mund të thotë ndonjëherë kam unë fajin, do ta kisha bërë kështu. Por nuk mendon që thelbi i gjithë atyre problemeve është pikërisht mëkati, është natyra e trashëguar mëkatare, ku njeriu ndërton edhe krijon. Sa atributet ai ka ende në Perëndi, krijuesi është njeriu, puna është çfarë krijon. Ndë njerëzit mund zgjuar në histori. Aleksandri i Madh, Adolf Hitler e tjerë, kanë qenë genial, po çfarë bën ata? Vetëm përsekutuan, vranë dhe shkatruan. Pse? Sepse donin të pushtonin botën. Pra nëse e lë njeriu të lirë, njeriu drejt mëkatit do shkojë. Edhe nëse pretendon se bën mirë, do e bëj për egoizmin e tij dhe për të dukur i mirë tek njerëzit, që është një formë tjetër e mëkatit. Por le të shohim çfarë na thot Shkrimi i Shenjtë. Tek letra e Romakëve 3:23 na shkruhet që sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe janë privuar nga lavdia e Perëndisë. Pra Shkrimi thot të gjithë kanë mëkatuar. Pra Bibla, fjala e Zotit, vë një barazi për të gjithë njerëzit. Jemi të gjithë mëkatarë para Perëndisë. Sepse të tillë jemi, jo se bëhemi. Dhe si puna që kam në fillim i krishterit. Këtu është ndryshe. Ne mëkatar lindim, kurse të krishter bëhemi, po. Pra të gjithë kanë mëkatuar dhe si pasojë e mëkatit janë privuar nga lavdia e Perëndisë, nuk mund të marrin pjesë në lavdinë e Perëndisë. Pra në të ndryshe, me mëkatin tonë, me smundjen tonë, ne nuk mund të shkojmë në parajs, që të infektojmë dhe parajsin. Pra sepse parajsa është froni i Perëndisë sovran. Aty është gjithçka e përsosur, e kulluar, me sëngjeve. Si mund të shkojë mëkati jon atje? Pra nuk ka lidhje Perëndia me mëkat. Dhe them pak më parë që mëkati, që në gjuha greke në fakt, dhe ku është shkruar dhe dhjata e re në Bibël, pra greqishtja koine, do thot amartia. Dhe amartia nëse mund të japi një kufizim në shqip, është të mos goditurit në shenjë. Që do thot çdo përpjekje jona, duke qenë se del nga natyra mëkatare, asnjëherë s'ka për të qenë aty ku duhet. Do thot asnjëherë s'kemi për të goditur në shenjë në jetën tonë. Sepse lipset shtirimin e mëkatit. Dhe do shohim pasaj se si mund të arrihet kjo gjë, sipas Shkrimit të Shenjtë. Por, le të theksojmë diçka tjetër para saj, që mëkat është kryesisht ajo çfarë ndodh së brendshme. Jo vetëm pasojat e jashtme. Pra çfarë ndodh së jashtmi, janë pasojat. Por mëkati, sipas Biblës, është çfarë ndodh së brendshme. Sepse shumë njerëz, në fakt edhe nga ata që mund të kenë folur dhe personalisht, këtu gabojnë më së shumti. Ata thonë për shembull, unë jam njeri i mirë. Nuk kam vrarë dikë, që thuash, nuk shes narkotik, nuk vjedh, e me radhë. Por në fakt çfarë bëjnë ata thonë vetëm gjërat e jashtme. Nuk shes narkotik, nuk kam vrarë dikë, kjo është e jashtme.
Kurse fjala e Zotit na thotë që Perëndia do gjykojë çdo mendim të zemrës së njerit. Pra do thotë, nëse ke për shembull smir për dikë, ke xhelozi për dikë, ti je po njësoj vrasës, se ai që ka vrarë atë person. Dhe nëse pasaj flet keq për atë person, je fjala, do të thashë theme, ke vrarë reputacionin e tij, ke vrarë personalitetin e tij. Pra nuk është nevojë ta vrasësh fizikisht, ti ke vrarë tek njerëzit e tjerë, duke folur keq për të. Dhe nëse këtij personi ndodh diçka e keqe, le të them, shkon në spital, ndodh një sundje dhe ti përbrenda ndjen një gëzim, atëherë kjo të bën pjesë e vrasës. Pra Perëndia këtë gjykon. Perëndia gjykon zemrën e njeriu, që do thotë frymën e njeriu. Prandaj kush mendon që unë nuk kam vrarë dikë dhe do shkoj në parajs, atëherë ta dim se Shkrimi i Shenjtë na thot qartësi që mëkati është farëndosë së brendshme, jo si jashtë. Dhe Shkrimi i Shenjtë thotë që autoriteti kryesor thotë që të gjithë kanë mëkatuar dhe janë privuar nga lavdia e Perëndisë. Dhe nëse shkrim tek profeti Isaia në Dhjetën e Vjetër, kapitulli 59 vargu 2 na thuhet. Në fakt po shtoj një varg më para me fjalët e mia për të kuptuar kontekstin, thotë që krahu i Zotit nuk është asnjëherë i shkurtër për të shpëtuar. Dhe sytë e tij, si thua, gjithmonë shohin. Por, dhe vazhdon vargu i dytë, që kemi shkruar këtu, paudhësitë tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis jush dhe Perëndisë. Dhe mëkatet tuaja kanë bërë të fshihet fytyra e tij prej jush, që të mos ju dëgjoj më. Pra kemi të bëjmë këtu me një mur, këto është një mur shpirtëror, pra frymëror. Që janë paudhësitë tona, që thamë janë të brendshme, dhe jo thjesht ato që shohim si jashtëmi, pra thjesht një dëshirë, një lakmi, një mendim i mbrapsht, një mendim i papastër, e të tjera. Nëse është i padrejtë në mendjen tonë, në zemrën tonë, ai është mëkat. Dhe këto mëkate, ku tham, i pari është pabesia, që njerëzit jetojnë pa besim ndaj Perëndisë. Nuk zgjedhin në lirinë e tyre të lirë që Perëndia ka dhënë, që të besojnë dhe të njohin Perëndinë, ta kërkojnë Perëndinë, sa nuk është vonë. Pra ky është gjithashtu një mëkat, dhe Perëndia këtë llogarit si mëkat. Dhe sikur e zëm me të gjitha mendimet, ndjenjat, e zëm mendon pozitiv, ke emocione pozitive, nuk i vjen njeriu në qafë, por nuk e besimin tek Perëndia e vërtet. Dhe nuk do ta kërkosh dhe ta njohësh vullnetin e tij dhe të jetosh sipas fjalës së tij, sipas të vërtetës që bën thirrje. Atëherë mjafton ky një mëkat, dhe është një mëkat goxha serioz, i cili bën që Perëndia ta fshehë fytyrën dhe të mos dëgjojë më të njëri. Sepse diku tjetër na shkruhet gjithashtu në Shkrimin e Shenjtë që pa besim është e pamundur ti pëlqesh Perëndisë. Pra Bibla flet për një fenomen të pamundur. Pra e pamundur që Perëndia të të pëlqejë nëse ti nuk i beson Perëndisë. Dhe thamë që kjo trashëgimi e mëkatit vjen prej kohëve të lashta të njerëzve të parë në botë Adamit dhe Evës, dhe thamë që nuk ndodh teksa ne rritemi dhe përkeqësohemi fare, mëkati është vetë natyra jonë. Pra njerëzit lindin mëkatar. Të gjithë ne lindim të tillë, nuk bëhemi. Pra nuk bëhemi mëkatar. Dhe pasojat e mëkatit mund t'i shikojmë në gjysmën e vargut të Romakëve 6:23, pra 6:23a, në thuhet sepse paga e mëkatit është vdekja. Pra Perëndia që është dashuri, është edhe i shenjtë, është edhe i drejtë. Dhe ai ka një qasje shumë serioze ndaj mëkatit. Në ligjin e tij, pra në fjalën e shenjtë, na thuhet që paga e mëkatit është vdekja. Pra çdo mëkat duhet paguar sipas ligjit hyjnor, sipas Biblës. Dhe me vdekje këtu nuk kemi të bëjmë thjesht me një vdekje fizike. Por Shkrimi i Shenjtë referohet një vdekje frymore, e cila
është një vdekje jo thjesht dhe vetëm e përkohshme, por vdekje e përjetshme. Dhe kur është vdekje e përjetshme, do të thotë që njeriu i cili është projektuar në krijuesi i gjithësisë, që të jetojë në përjetësi shpirti i tij pasi lë trupin, nëse ai vdes si mëkatar, Shkrimi i Shenjtë thotë që përjetësia e tij do jetë larg pranisë së Perëndisë, në përjetësi. Pra nuk do ketë më kohë, nuk do ketë më matës, është një moment që është zgjat sa një përjetësi e tërë dhe nuk do ketë kurrë mbarim. Dhe kjo do jetë larg pranisë së Perëndisë nëse njeriu nuk kërkon Perëndimin. Dhe ideja kryesore që mund të marrim nga këto vargje të dashur miq dhe ndjekës të këtij kanali është që të gjithë kemi mëkatuar, edhe unë që ju flas. Pra Shkrimi i Shenjtë na thotë qartazi që jemi të gjithë mëkatarë. Dhe me mëkatin ton ne jemi të ndarë nga Perëndia. Pra nuk mund t'i pëlqejmë dot Perëndisë me këtë ndarje të madhe midis njëri tjetrit. Dhe kemi të pamundur dhe shumë të vështirë ta kërkojmë Perëndimin në këtë gjendje mëkatare. Prandaj i kthehemi pak stadit më parë që fryma e shenjtë e bin njeriu për mëkat. Pra vetë Perëndia që është frymë, është i shenjtë e bin njeriu për mëkat në zemrën e tij. Që ta kërkojë pastaj edhe Perëndimin dhe të shkojë pranë tij. Dhe thamë që Perëndia është dashuri, prandaj e bën këtë gjë. Ai vazhdimisht kërkon që njeriu të vijë tek ai. Të kthehet siç ishte në fillimin e parë. Njerëzit e parë, Adami dhe Eva ishin pa mëkat. Pra i do ta riformojë edhe një herë marrëdhënien e harmonisë, të paqes, të dashurisë që ai kishte me krijimin e tij. Por krahas kësaj dëshire që buron nga dashuria e tij, ai ishte edhe i shenjtë. Dhe duke qenë i shenjtë, ai nuk ka lidhje me mëkatin, asnjë farë lidhje me mëkatin, sepse në dritë nuk ka asnjë ngrimë errësire. Për ata që njohin fizikën. Dhe duke qenë se ai është i shenjtë dhe s'ka lidhje me mëkatin, Perëndia na thuhet që e dënon mëkatin. Dhe në fund të jetës së çdo njeriu, ai do gjykojë çdo mëkat. Dhe kujtojmë jo vetëm ato që kemi bërë, por edhe ato që kemi menduar dhe dëshiruar së brendshme. Të gjitha do dalin përpara gjyqit të Perëndisë. Kalojmë tek tema e tretë. Sado që kemi një problem kaq të madh, siç është mëkati, Perëndia që di fundin para se sa ai të fillojë, i ka paraprirë i problemi me zgjidhjen për mëkatin. Dhe kjo zgjidhje e Perëndisë për njeriu është vetë Jezu Krishti, nga ku merr dhe emrin besimi jonë krishterë. Zgjidhja që Perëndia ka ofruar për mëkatin është përmendur në Bibël që para ardhjes së Krishtit, para lindjes së Krishtit. Dhe të gjitha shkrimet e shenjta të Biblës hebraike për Vjetën së Vjetër, na thuhet që janë si hije, si shembuj për besimtarët e krishterë të Vjetës së Re. Dhe le të shohim disa vargje për ta përforcuar këtë të vërtetë dhe për tu thelluar në të. Tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 3, vargu 16, na thuhet: sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij, të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Pra Perëndia që është dashuri e deshi aq botën, që do thotë e deshi shumë këtë botë, sa dha birin e tij të vetëm lindurin. Pra kujdes, fjala i vetëm lindur do të thotë që ai është i vetëm linduri, sipas gjithë profecive. Pra nuk ka tjetër plan përveç këtij. Vetëm një herë lindi biri i Perëndisë. Dhe pse u bë kjo gjë? U bë sipas profecive të Vjetës së Vjetër në Biblën hebraike, që kushdo që beson në të mos humbas, të mos ketë vdekjen e përjetshme,
por të ketë, na thot vargu i fundit, pra pjesa e vargut në fund, por të ketë jetën e përjetshme. Pra Perëndia ka një tjetër dëshirë, ka një tjetër plan, dhe këtë ai e bën përmes birit të tij, Zotit Jezu Krisht, për jetën e përjetshme, për të gjithë ata që besojnë në të. Tek 1 Pjetri 3:18 na thuhet, sepse edhe Krishti vdiq një herë për mëkatarët, i drejti për të padrejtët, që t'ju sjell te Perëndia. Pra kujdes, bëjmë një lidhje midis fjalës së vargut të parë të Ungjillit Gjonit, vetëm lindurin, me fjalën një herë për mëkatarët. Pra i vetëm lindur dhe një herë do të thotë që ky është plani i vetëm i Perëndisë. Sot ka debatet shumëta, diskutime të tepërta, dhe ka shumë fe që vazhdojnë të shpiken vit pas viti. Dhe njerëzit thonë ka rrugë të ndryshme që të shkojnë te Perëndia. Por këtu na thuhet qartësi që vetëm biri i vetëm lindur i Perëndisë vdiq një herë për mëkatarët, ose për mëkatet tona. Pra i drejti, ai që jetoi një jetë pa mëkat, sipas shkrimeve, vdiq në kryq për e kryqëzuar, i poshtulluar që të na sjellë te Perëndia të shpejt. Sepse tham, Perëndia është i drejtë, është i shenjtë dhe çdo mëkat meriton shpagim sipas ligjit të Perëndisë. Dhe Perëndia erdhi vetë në birin e tij për të bërë shpagimin për mëkatet tona. Dhe nëse Krishti do ishte me mëkat, atëherë ky shpagim nuk bëhej, ai mund të kryqëzohej, por nuk mund të na sillte te Perëndia. Por ai jetoi si njeri, por pa mëkat, në mënyrë që me vdekjen e tij në kryq, Perëndia të bëjë paqe me njerëzimin, për gjithë ata që besojnë. Tek Romakëve tashmë 6:23 mund ta lexojmë të plot vargun, në fillim lexuam vetëm gjysmën e tij, sepse paga e mëkatit është vdekja, sikur se lexuam më parë, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin ton, thot vargu. Pra, ne me mëkatin ton meritojmë vdekjen, sepse kemi zgjedhur vetë të jetojmë pa Perëndinë. Dhe nëse jetojmë një jetë pa Perëndinë, s'kemi se si, nuk ka se si të ndodhi. Këtë besoj edhe një fëmijë, nëse përdor pak logjik, kur i thua unë kam jetuar pa Perëndinë, do shkoj në parajs? Ai do thotë nuk e për të vajtur në parajs, sepse ti ke jetuar pa Perëndinë, kurse në parajs është Perëndia. Pra ti nuk ke punë me Perëndinë, se ke njohur ndonjë Perëndinë. Si rrethoj ai s'ka njohur, s'ke pasur marrëdhënie me të. Pra besoj edhe një fëmijë me një logjikë të thjeshtë fëminore, nuk ke si të shkosh në parajs me mëkatin tënd. Dhe mëkati është pabesia dhe mosbindja ndaj Perëndisë. Por Perëndia, sado që ne jemi mëkatarë dhe nuk e meritojmë dashurinë dhe mëshirën e tij, ai prap dhuron jetën e përjetshme në Jezu Krishtin, sakrificën e tij për faljen e mëkateve tona në kryq, në trupin e pa mëkat të Krishtit. Dhe tek Gjoni 14:6, vetë Jezu Krishti thotë që unë jam rruga e vërteta dhe jeta, dhe askush nuk shkon tek Ati, vetëm nëpërmjet meje. Dhe tani mund ta kuptojmë pse kjo deklaratë. Vetëm fal kësaj sakrifice, ne marrim faljen e mëkateve përmes besimit ton tek ky Perëndi. Dhe tek 1 Timoteu 2:5 na shkruhet sepse ka vetëm një Perëndi, pra një është Perëndia, dhe një është ndërmjetësi i vetëm midis Perëndisë dhe njeriut, Krishti njeri. Pra Perëndia që është frym, që është i shenjtë, duhet vinte në Krishtin, në birin e tij, në Mesian, pra shpëtimtarin e botës, për të bërë këtë ndërmjetësim për shpëtimin ton dhe për të na dhuruar në këtë shpagim jetën e përjetshme, ose më saktë dhuratën e jetës së përjetshme. Pra ideja kryesore që mund të nxjerrim dhe nga kjo pjesë, pra zgjidhja e Perëndisë për mëkatin përmes Jezu Krishtit, është që Perëndia dërgoi birin e tij, Jezu Krishtin, për të shpëtuar njerëzimin sipas shkrimeve, pra mos harrojmë sipas profecive. Të gjitha çfarë po flasim ne këtu janë si thua interpretim i shkrimit shenjtë të Biblës. Kuptohet, tu mund të jap shembuj, mund të jap ilustrime për ta bërë më të kuptueshëm, sepse Bibla nuk është një libër i lehtë, por ama bëhet mjaft i thjeshtë
nëse ne ecim vetëm në bazë asaj që është shkruar. Dhe thamë që ky ishte një plan i paracaktuar dhe profetizuar në shkrimet e shenjta, që prej fillimit, që në kohën e Adamit dhe Evës, pasi njeriu mëkatoi, Perëndia i thot Satanit, që ishte në formë gjarpri, për shembull tek Zanafilla 3:4 që kemi përshënuar, që fara e gruas do të shtypi kokën, pra do vriste gjarprin. Pra ne dim nga vetë biologjia që gruaja nuk ka farën e ka burri, pra flasim për spermatozoidin, por ja që Perëndia flet në gjuhë frymore. Dhe në fakt vetë gruaja që ishte Maria, pra Virgjëresha Mari, në të u ngjiz biri i Perëndis në fuqinë e frymës së shenjtë. Pra fryma e shenjtë zbriti tek Maria dhe në barkun e Virgjëreshës u ngjiz Jezu Krishti, i cili në kryq do triumfonte mbi vdekjen dhe mëkatin, që janë fuqitë kryesore të djallit. Dhe ne falti besimi, kalojmë në krahun e fituesit, dhe mëkati nuk ka më fuqi tek ne, dhe as vdekja, sepse kuptojmë që vdekja nuk është fundi, po është fillimi i jetës së përjetshme, që Perëndia na ka dhuruar në Jezu Krishtin. Pra kështu mund ta kuptojmë pikërisht këtë profeci që është ndër të parat në Bibël, për mos thënë para, që fara e gruas do vriste gjarprin. Pikërisht është lindja e birit Perëndis në një formë të mbinatyrshme, sipas shkrimeve të vjetra para Krishtit, në Virgjëreshën Mari. Pra ngjizja e frymës së shenjtë dhe ardha e Krishtit, vdekja dhe ngjallja e tij për faljen e mëkateve tona. Kalojmë në temën e 4 të dashur miq. Pra pamë gjithë këtë. Pamë që Perëndia është sovran, është krijuesi i gjithësisë, është Ati Mishelor. Pamë që ne kemi një problem shumë të madh, që nuk e kërkojmë dot Perëndin, sepse jemi mëkatarë. Por pamë që edhe Perëndia ofron zgjidhjen. Zgjidhjen për ata që e kërkojnë në gjithë zemër. Dhe fjala e tij na thotë që zgjidhja është pikërisht plani i shpëtimit të Perëndisë me Jezu Krishtin për mëkatet tona. Dhe kushdo që beson në të, lexuam që nuk do humbas, po do ketë jetën e përjetshme. Ky është premtimi i Perëndisë. Atëherë çfarë mund të bëjmë për ta pasur këtë dhuratë? Tani kur Shkrimi i Shenjtë thotë që ky shpëtim është dhuratë e Perëndisë, atëherë çfarë do të bëjmë? Duhet ta marrim këtë dhuratë. Po nëse ne i shtojmë diçka dhuratës, pra themi, ok, më jep dhuratën, po do të jap edhe ca para. Ka më vlerë dhuratë? Jo. Atëherë është dhuratë, është falas, na thotë Shkrimi i Shenjtë, dhe Perëndia jonë është dhënës. Pra mos harrojmë që Perëndia do të na japi. Perëndia do të na bekojë. Perëndia do të na shërojë, të na shinjërojë, të na bëjë si njerëz sa më të mirë, që jemi dritë për të botë. Kjo është zemra e Perëndisë, ai ka më të mirën. Por ju që jeni prindër dhe mund të keni fëmijë tuaj, çfarë dëshironi për fëmijët tuaj? A dëshironi më të mirën? Që të jenë të sjellshëm, të kenë shëndet, të shkojnë mirë në shkollë, të gjejnë një punë të mirë, të gjejnë një bashkëshort ose bashkëshorte të mirë, të kenë fëmijë, të jenë të lumtur. Edhe Perëndia është aty ynë. Ai do të njëjtat gjëra, madje më shumë se ne, sepse dashuria e tij është më e madhe, se sa dashuria jon që buron nga natyrë e rënë, nga natyrë mëkatare. Prandaj Perëndia na jep të dhuratë falas. Falas është dhurata e shpirtit. Ne duhet ta pranojmë vetëm nëpërmjet besimit dhe pendimit. Dhe le të shohim më tej çfarë thotë besimi dhe pendimi, të cilat në fakt duken si dy, po janë pothuajse njëjta gjë. Pra mund të themi janë anët e kundërta të së njëjtës monedhe. Besimi, pendimi, besimi, le ta shohim. Po le ta shohim tek se Bibla flet gjithmonë më mirë se unë se kushdo, lavdi Zotit. Te Vepra 3:19 na thuhet pra, pendohuni pra dhe kthehuni, që mëkatet tuaja të shlyhen dhe të vinë korat e fllatit nga prania e Zotit. Pra këtu apostulli Pjetër i thret popullit të pendohen. Pendes do thotë të ndrosh rrugë. Nëse deri më dje ke bërë siç ke ditur ti me kokën tënde, ke vendosur vetë çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe për jetën tënde, pa marrë parasysh fare Zotin. Pra mund ta kesh përdorur emrin e tij, por nuk e interesuar fare të dish se çfarë mendon Zoti për mendimet e tua, për sjelljen tënde, për vendimet e tua në jetë. Pendes do të thotë të kthehesh. Dhe fillon në fillim në mendje,
pastaj kalon në zemër. Pra është një ndryshim mendje. Metanoia, në greqisht. Pra ndryshim i mendjes së njeriu, që çon të ndryshimin e zemrës së njeriu. Dhe njeriu pra që pendohet, kthehet 180 gradë në një rrugë tjetër. Dhe zgjedh që të jetojë një jetë me Zotin. Kur ai bën këtë zgjedhje, Perëndia, sikurse mund të na jepet në histori, te historia e djalit plankprishës, për ata që mund ta dinë, një djalë që kërkoi pjesën e pasurisë së babait, babai ia dha me bujarinë e tij. Ai pasurinë e shpenzoi në një qytet të largët, në shturje, le të themi me prostituta, me dehje, me shprenime. Dhe pastaj ku ngeli pas një para, në atë qytet pllakosi dhe një zi, pra një krizë, le të themi, ekonomike, nëse mund ta quajmë në sotme. Dhe ai përfundoi duke u kujdesur për disa derra tek një punëdhënës. Dhe hante të njëjtin ushqim që hanin derrat atje. Pra ndërronte ta atë ushqim. Kur befas, ju shfaq mendimi dhe tha punë, ku po jetoj kështu, po nëse kthehem tek babai, tek ati im, i kërkoj falje, të paktën mund t'i kërkoj të jetoj si një nga shërbëtorët e tij dhe do jetoj më mirë. Pra i thirrri mendjes, metanoia. Pra pendesa dhe u kthye, pra e mori të vendimin në zemrën e tij, se vendimet janë në zemër. Se mendime kemi shumë, po puna është çfarë dëshirojmë me zemër. Dhe kur u kthye në ato shkrimi i shenjtë, ati i shenjtë e pa në largësi dhe vrapoi drejt tij dhe e përqafoi. Pra kjo është dashuria e Perëndisë që na vet Jezu Krishti për atin tonë. Kur ne pendohemi dhe kthehemi, pra nuk duam të jetojmë me një jetë larg rrugës së Zotit. Kur lodhemi nga jetesa jonë, dhe duam të jetojmë përsëmbarje, duam të jetojmë ashtu siç Perëndia na ka krijuar. Pra të kuptojmë qëllimin më të lartë të jetës tonë. Pra kush jemi, pse jemi këtu, çfarë na pret, ku po shkojmë? Nuk kemi se si i gjejmë këto përgjigje. Që ose do shpikim, ose do ndjekim njerëz të tjerë. Por pse të ndjekim njerëzit, ku mund të ndjekim Zotin? Dhe djali u kthye tek ati e përqafoi, thirrri shërbëtorët dhe i tha: "Vishni rrobat më të mira, vini ju në las për të lahet, silleni në shtëpi, kthejmë kavën më të mirë, hamë dhe festojmë." Pra ky është Perëndia, ngëzohet Perëndia. Dhe thot Jezu Krishti më tej, Zotin, që në qiell thot ka fest me sëngjësh, por një mëkatar të penduar. Dhe këtu apostulli Pjetër thot, pra nëse pendohesh dhe kthehesh, Perëndia ty të fal. Dhe do vinë thot korat e fllatit nga prania e Perëndisë. Pra kur jeton një jetë në praninë e Perëndisë, vjen prania e fllatit në jetën tonë. Tek Efesianëve 2:8 na thuhet, sepse me anë të hirit jeni shpëtuar nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, është dhuratë e Perëndisë, jo nga veprat që askush mos të mburret. Pra tham, është dhuratë, është falas, është hiri i Perëndisë që të shpëton. Hir do thotë mëshirë dhe dashuri e pamerituar. Pra askush nuk është i denj, Perëndia është i denj, po ai është i dashur, është i mirë, dhe ai bën çmos. Dhe gëzohet ka fest në qiell, me sëngjësh, fjala e tij, kur një mëkatar pendohet. Pra gëzohen Perëndia. Pra është dhuratë, është falas. Jo nga veprat të shkrim. Pra e tham pak në fillim, nëse e merr dhuratën, po thua pritet jap dhe parat. Atëherë ti nuk e konsideron dhuratë atë. Konsideron që ti duhet të bësh edhe ti diçka. Dhe këtu futet pasaj sistemi fetar. Pra shumë fesë sot në botë këtë mësojnë, që ti duhet të bësh diçka për të merituar parajsën. Krishtërimi është besimi i vetëm që vjen ndesh me të gjitha festë sot në botë, që thotë nuk shpëton nga veprat e tua. Shpëton vetëm falëhirit Perëndisë nëpërmjet besimit te ky hir. Por ama në Bibël gjithashtu shohim dhe vargje ku na thuhet për shkak të Jakobi 2:14, që besimi pa vepra është edhe besimi i vdekur. Dhe si ta kuptojmë këtë gjë? Vjen kontradikt Bibla? Absolutisht jo. Në momentin që ne marrim këtë hir përmes besimit tonë, pra ky është besimi shpëtues. Mëkatet shlyhen, vijnë korat e fllatit. Pra Perëndia vepron me frymën e shenjtë në zemrën tonë. Dhe këtu njeriu rilind, pra rilind së brendshme. Dhe si rrjedhoi besimi i tij,
Nuk ka se si mos jetë një besim i gjallë, nuk ka se si mos jetë një besim veprues. Dhe si rrjedhoi rilindja e brendshme, do shfaqet në vepra të mira si jashtë. Këtë thotë Shkrimi i Shenjtë. Pra, ne nuk bëjmë vepra të mira për t'u shpëtuar, të krishterët, ne bëjmë vepra të mira sepse jemi të shpëtuar. Dhe si të shpëtuar të thirrur bijtë të Perëndisë, që vetë Zoti thotë do ketë burime që rrjedhin për brenda. Një si një shatërvan i brendshëm. Pra ky fllaq që po flas. Atëherë domosdoshmërisht do pasqyrohet me dritë, dhe drita janë veprat e mira. Tek letra e Titit 2:11-13 na thuhet që hiri shpëtues i Perëndisë ju shfaqet gjithëve. Pra kujdes, Perëndia e ka këtë hir jo vetëm për besimtarët, e ka edhe për jo besimtarët. E ka për të drejtët dhe të padrejtët, për të mirët dhe për të këqijtë, thotë Shkrimi i Shenjtë. Pra hiri i Perëndisë është si shiu, pra si shiu, si dielli, si flladi, si era, është kudo. Puna është kush e pranon këtë hir, pra kush e beson këtë hir. Ai shpëtohet. Dhe mund ta bëj këtë nëse ai kërkon Perëndimin tënd dhe Perëndia do të çojë tek fjala e tij. Pra Ati nëpërmjet frymës së shenjtë i çon njerëzit tek biri i tij, që është fjala e Perëndisë. Ja vi Zotit. Pra ky hir u shfaqet gjithëve, thot Bibla, dhe na mëson, thot hiri i Perëndisë, të mohojmë pabesim, të mohojmë lakmit, pa të kthehemi të themi jo mëkatit, dhe të rrojmë me urtësi, me drejtësi, me perëndishmëri, pra të jetojmë një jetë të drejtë dhe shpirtërore, teksa presim Perëndimin dhe shpëtimtarin tonë Jezu Krisht. Pra Perëndia dhe shpëtimtari është Jezu Krisht. Shëmbullimi i dukshëm i Perëndisë pa dukshëm të shkret. Pra, kjo është ndryshimi. Të krishterët shpëtojnë vetëm me anë të besimit te ky hir i Perëndisë. Dhe ky besim shpëtues, nëse është besim i vërtet, do shfaqet patjetër me vepra. Nëse nuk ka vepra, tregon që nuk ka besim. Por ama nuk do thotë të bësh vepra për të merituar hirin e Perëndisë, sepse hirin ato shkrimin është shpajur që të gjithë. Që të gjithë kanë akses, si themi, të ky hir nëpërmjet besimit. Te Romakëve 10, vargun 9 dhe 10 na thuhet, sepse nëse rrëfen me gojën tënde Zotin Jezu, pra Zotin Jezus, dhe beson në zemrën tënde se Perëndia ngjalli prej të vdekurve, do të shpëtosh. Pra nëse rrëfen me gojën tënde, do thotë që nëse ti realisht beson në mendje, në zemër dhe do të ndjekësh Krishtin, ke marrë vendimin të jetosh si krishter. Dhe beson që Perëndia ka shumë e dashur këtë botë dhe birin e tij për të falur mëkatet tona, biri i Perëndisë erdhi sipas gjithë shkrimeve. Jetoi si një njeri, por pa mëkat, dhe shkoi në kryqin e Golgotës, një vdekje poshtëruese sipas shkrimeve për mëkatet tona, dhe u ringjall të tretën ditë, dhe u ngjit në qiell pranë Atit, ku dhe pritet që të kthehet për të marrë të tjerë, pra besimtarët të thirrurit, kisha janë të thirrurit, nuk janë godinat. Atëre ti do të shpëtohesh të shkrim. Dhe shpëtim, thamë që është pengimi nga fuqia e mëkatit. Pra shpëtimi në Bibël është në tre kohë, është koha e shkuar, e tashme dhe ardhshme. Është një proces, është vetë jeta me Perëndin. Është të ecurit me Perëndin. Dhe do thotë së pari, shpengim nga fuqia e mëkatit, pra të mohosh pabesin si shtam aty, pastaj të shohësh në shenjtë të rinj, pra të jetosh me perëndishmëri, deri në përmbushjen, pra përlëvdimin, ndryshe përlëvdimin e premtuar që na jep Shkrimi. Dhe ideja kryesore këtu, dashur miq, që ta përmbledhim, është që ne, nëse duam të jetojmë si krishterë, pra të jetojmë me Perëndin, të ecim me Perëndin, duhet i përgjigjemi dashurisë së Perëndisë me besim dhe pendim. Do thotë të besojmë tek ky hir dhe të pendohemi. Do thotë të kthehemi. Se mund të ketë njerëz që thonë, "Ok, unë e besoj dhe jetojmë prapë si jo të krishterë." Pra ashtu që thamë çik edhe pa parë. Puna është të besosh dhe të kthehesh, pra të ecësh me Perëndin, jo të ecësh sipas mendjes tënde. Pra do thotë besimi të çon patjetër në pendim. Dhe vetë Shkrimi thotë që Ungjilli i Jezu Krishtit të çon në pendim. Dhe vetë Krishti këtë ka predikuar. Pendohuni sepse mbretëria që jeni është afër. Pendohuni dhe besoni Perëndin, pendohuni dhe besoni Ungjillin. Pra nëse besimi nuk të çon në pendim, do thotë që ti nuk beson realisht, nuk e marr vendin të ndryshosh. Do thotë jetosh për Perëndin dhe jo për egoizmin tënd.
Pra besimi I vërtet I shpëtues, tham, është pendesa, që do thotë ndryshimi I zemrës. Aty Perëndia vë frymën e shenjtë, dhe nga një zemër gurri, si tha shkrimi, e bën një zemër të gjallë, që do Perëndin dhe jeton sipas fjalës së Tij. Dhe nëse ka ndryshim zemre, ka ndryshim sjellje dhe njeriu bën vepra të mira, jo sepse do të shpëtojë, ai është I shpëtuar, por bën vepra të mira sepse pasqyron besimin e tij. Të ndryshe frytet janë këto vepra të mira nga prania e frymës së shenjtë te besimtari I rilindur. Dhe shkoj më tej të dashur miq, pa humbur shumë kohë, këto që është një mësim I gjatë, po do përpiqem në emrin e Zotit ta bëjmë sa më të përmbledhur. Pra tema e 5, jeta e re në Krishtin. Tek Gjoni 10:10, vetë Zoti Jezu Krisht na thot: Unë kam ardhur që ata të kenë jetë dhe ta kenë me bollëk. Pra, ardhja e Krishtit nuk ishte që të shërbehej prej nesh, ai erdhi për të na shërbyer. Dhe gjatë kohës së tij në tokë, Biri Perëndis na thotë që unë kam ardhur që ata që do besojnë te Krishti të kenë jetën thotë, dhe ta kenë me bollëk. Pra Zoti edhe sot na thret në të njëjtën gjë, se parimet janë njësoj. Unë jam Perëndia, thot Bibla, dhe unë nuk ndryshoj. Perëndia pra nuk do thjesht na japi jetën. Ja kemi jetën e vërtetë, një jetë pak më të mirë se kjo që kemi. Perëndia nuk ka ardhur thjesht të bëjë një fe të radhës. Se çdo fe ka dhe atë anën morale, që bëj mirë mos bëj keq. Jo, Perëndia thot, ju jap jetën dhe jetën me bollëk, do thot një jetë shpirtërore të bekuar. Pra jetën më të mirë të vetëm Perëndia. Është dhuratë. Te 2 Korintas 5:17 na thuhet: Prandaj nëse dikush është në Krisht ose është në Krishtin, ai është krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë kaluar, ja të gjitha gjërat janë bërë të reja. Pra, flitet këtu për jetën e re, për besimtarin e rilindur që tha. Që në moment që ai pendohet dhe do të ndjeki Perëndin, sipas fjalës së tij, vullnetit të tij, në frymën e të vërtetë, ai rilind së brendshëm. Perëndia pra e vulos me frymën e shenjtë dhe shpengon nga fuqia e mëkatit, që çon drejt shenjtërimit. Dhe këtu shkrimi na thotë, nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re, unë do shtoja vetëm një gjë, komplet e re. Dhe gjërat e vjetra kanë kaluar, pra njeriu I vjetër ka ikur, dhe gjitha gjërat janë bërë të reja. Jo vetëm disa, po disa jo. Ky njeri është komplet një njeri tjetër. Pra karakteri I tij ka ndryshuar. Dhe karakterin e ndryshon vetëm Perëndia. Nuk e ndryshon atë njeriu karakterin. As mjekët, as psikologët, as sociologët. Ta mund ndryshojnë ca të meta të personalitetit, ose ca vese, ca huqe, po karakterin jo. Një karakter të ri ta jep vetëm Perëndia, identitetin e ri, sipas shembullimit të Jezu Krishtit. Pra jeta e re, këtu na thotë që është vetëm mbretëria e Perëndis. Për këtë flet Zoti Jezu Krisht, pra që është një jetesë sipas fjalës së Zotit dhe drejtësisë së Tij. Por njeriu thanë duhet marrë vendimin vet, nëse do ta jetojë këtë jetë ose jo. Do të jetojë si krishter ose jo. Tek letra e Galatase 2:20, apostulli Paul shkruan: Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, por Krishti rron në mua. Pra shohim këtu që besimi I krishterë, nuk është thjesht ndjekja e një feje, por është një marrëdhënie shpirtërore ose një marrëdhënie frymërore. Nëse mund ta ilustroni sa më mirë, besimi krishterë është si martesa. Ne martohemi me Zotin. Dhe që martesat funksionojnë, për ju miq që jeni të martuar, kuptohet që duhet mbajtur gjallë, të gjithë duhet të investojnë. Pra është një marrëdhënie, marr dhe jap. Dhe një krishter të marrëdhënie mban gjallë pikë së pari me fjalën e Perëndis. Pra të njohë sa më shumë Zotin, pra dhëndrin e Tij. Dhe të komunikoj sa më shumë me bashkëshortin e Tij. Dhe komunikimi në krishtërim janë lutjet. Dhe së treti me bashkësinë, që është kisha. Beton bashkësi me besimtarë të tjerë. Pra siç je ti një krishter, jeton me të tjerë që janë si puna jote, besimtarë
në Krishtin. Dhe jo më kot në Bibël, kisha në fakt quhet edhe si nusja e Krishtit. Dhe si nuse është e thirrur të jetë besnike ndaj dhëndrit dhe e panjohur, pra e ndershme, e dedikuar, është si një nuse shtëpie, si një zonë shtëpie, po themi. Pra këto kuptohet janë sinonime, janë metafora për të kuptuar që i krishterë këtë marrëdhënie ka me Zotin. Ai qëndron besnik Perëndis, qëndron i pastër, i shenjtë, i rregullt, dhe i bindet fjalës Perëndis. Komunikon me të me anë të lutjeve dhe adhuron në grup, kundërshtojnë dhe njëri tjetrin në familjen e besimit që është kisha. Si rrjedhohet bashkimi me një kishë lokale, me një kishë ku grumbullohen, pra një komunitet krishterësh, është vetë porosia e Jezusit për dishepujt e tij. Kisha është vetë plani, dhe na thuhet në Bibël që Krishti, pra Jezu Krishti vdiq për kishën, dhe dha jetën e tij që ta shndërrojë kishën. Dhe në kishë Jezusi ka dhënë edhe urdhëresat për pagëzimin dhe komunionin. Pra pagëzimi është zhytja në ujë, që simbolizon pikërisht këtë rilindje, vdekjen e njeriu të vjetër, në formë anaforike, siç e pam dhe te 2 Korintasve, që nëse dikush në Krishtin është një krijesë e re, gjërat e vjetra kanë kaluar pra, dhe të gjitha janë bërë të reja. Në pagëzim ne dëshmojmë pikërisht vdekjen e njeriu të vjetër për mëkatin dhe i bëjmë një thirrje Perëndis, pra premtojmë që duam të jetojmë në bashkësi me Perëndin. Pra një thirrje për dërgjegje të pastër, sikurse thotë Shkrimi. Dhe gjithashtu komunioni, pra marrja e bukës dhe verës, si le të themi sinonime të trupit dhe të gjakut të Krishtit, janë për të na kujtuar sakrificën që bëri Jezusi për faljen e mëkateve tona, biri Perëndis, për faktin që jetojmë gjithashtu në besnikën e re me Perëndin, është në gjakun dhe në trupin e Krishtit, por edhe për të na kujtuar që ne jemi një trup si kishë, dhe marrim pjesë në njëri tjetrin, siç është një bukë e vetme. Pra këto ndjekja e kishës dhe pikërisht kryerja e këtyre ceremonive, le të themi, donse në dominacione të tjera ka dhe pjesë të tjera të interpretimit për këto dy urdhëresa, pra pagëzimin dhe komunionin. Për krishterët është e rëndësishme të dinë që ato janë urdhëresat e Zotit. Dhe nëse Zoti Krisht thotë, na thotë të bëjmë diçka, ne nuk kemi tjetër variant nëse duam të jetojmë si krishterë. Nëse Zoti thotë, ndiq kishën, pagëzohu, merr bukën dhe verën në përkujtimin tim, ose mëso ti bindesh i gjitha atyre që më kanë thënë. Nuk ka tjetër zgjidhje për krishterën nëse do të jetojë këtë marrëdhënie të përsosur me Perëndin. Puna është, a do ai apo nuk do? A je krishter apo nuk je? Dhe që ta përmbledhemi që pa u zgjatur, ideja kryesore është që kur pranojmë Krishtin, bëhemi krijesa të reja, nga fuqia e frymës së shenjtë, që Perëndia i jep në ne. Dhe fryma e shenjtë është vetë Perëndia, që banon në trupin e besimtarit të rinjtur. Kjo është kisha. Pra Perëndia nuk jeton më në tempull, siç ndodhte në dhjetën e vjetër, por jeton brenda trupit të besimtarit të rinjtur. Dhe kur besimtarët e rinjtur mbiten bashkë, është si një tempull i madh që adhuron Perëndin. Pra bëhemi krijesa të reja dhe fillojmë një jetë të re. Dhe besimtari i rinjtur vendos me vullnet të lirë, përdes do ta përmendim sërish të. Pra Perëndia nuk imponon askënd, Perëndia është dashuri. Besimtari i rinjtur vendos me vullnet të lirë, jetoj si bir apo bie Perëndis. Dhe dëshira, sikurse tham, vjen së brendshmi dhe kurse si detyrim. Perëndia nuk detyron as edhe një njeri. Kalojmë te tema 6 të dashurish, rritja shpirtërore, faza tjetër e besimit të krishterëve. Tek Ungjilli sipas Lukës 9:23, vetë Zoti Jezus thotë: pastaj u tha të gjithëve, nëse dikush dëshiron të vijë pas meje, le ta mohoj veten, ta mbaj kryqin e vet çdo ditë dhe të më ndjek. Pra Zoti, siç tham, nuk detyron askënd, por të gjithëve u flet edhe sot. Dhe thotë, nëse dikush dëshiron të vijë pas meje. Pas, sepse ai është i pari. Pra kush do ta ndjekë Zotin në rrugën e tij?
Zoti këtu jep zgjidhjen, le ta mohoj veten, që do thotë pendohu. Pra çfarë ke ditur në këtë botë? Në këtë botë që është komplet iluzion, që jeton në mëkat dhe shumë gjëra janë vetëm sipërfaqësore. Është e mbushur me gjysmë të vërteta. Dhe askush nuk arrin me forcat e tij të njohë të vërtetën e plotë. Vërteta e plotë është vetëm fjala e Perëndisë. Dhe Zoti Jezu Krisht thotë që do të njihni të vërtetën e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Pastaj thotë, unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Dhe askush nuk vete tek Ati, pra në parajs, vese nëpërmjet meje. Dhe këtu thotë, nëse dëshiron të vish pas meje, tek rruga e vërteta dhe jeta, duhet të mohosh një herë veten. Sepse nuk mund të vesh tam si mëkatar në parajs. Duhet të pendohesh dhe ti besosh jetën tënde Jezu Krishtit, që mëkatet do të falen, ti të rilindësh si bir ose si bie e Perëndisë. Dhe kur të shohë Perëndia aty, të shohë Krishtin te ty. Pra që jetoj Krishti te ty. Dhe këtu thotë mbaje kryshin çdo ditë. Pra çdo ditë duhet jetë si krishter. Pra çdo ditë duhet ta lejosh Krishtin që të ketë kontroll të plotë të zemrës tënde. Të mbretërojë në zemrën tënde, të mbretërojë në jetën tënde vetëm Jezu Krisht. Jo ti. Se po thet dua edhe unë edhe Krishti, atëherë jetë fetar dhe hipokrit sipas Biblës. Dhe nuk e kërkon Zotin me gjithë zemër. Ndoshta me gjysmë, me çerek, me 3 çerek, po prap, po ke lënë vend aty për veten tënde, atëherë ke lënë vend për egoizmin. Egoizmi është mëkat dhe mëkati është helm. Po nëse i beson Zotit drejtimin e jetës tënde, atëherë duhet të pendohesh, ta mohosh veten, ta mbash kryshin çdo ditë që do thotë të përulesh. Dhe kur shpërulet të shkrimi, merr hirin e Perëndisë, merr dashurinë dhe mëshirën e pamerituar. Dhe vetëm kështu mund ta ndjekësh Perëndin. Pra krishtërimi nuk jetohet dot pa hirin e Perëndisë. Krishtërimi është i vetmi besim në botë. Dhe në fakt është vetëm një besim se një Perëndi ka, pavarësisht se njerëzit kanë shpikur marifete të shkrimi, kanë shpikur dhe fe në bazë të filozofirave, interpretimeve të tyre. Kjo është punë tjetër. Perëndia është vetëm një zgjidhje. Besimi krishterë nuk jetohet dot pa hirin e Perëndisë. Do thotë nuk jetohet dot pa Perëndin. Pra kush mendon se mund të jetojë krishtërimin vet pa ndjekur Krishtin, atëherë nuk po jeton krishtërimin. Po jeton një version fetar të shpikur nga mendja e tij. Do thotë që ky njeri nuk është në rrugën e duhur. Sepse po bën sipas kokës tij, po vendos vetë çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar, dhe prapë mëkat. Prandaj Zoti e trajton shumë seriozisht mëkatin. Dhe thotë moho veten, mbaj kryshin dhe më ndiq, pra ki besim. Sepse pa besim e përsërisim nuk i pëlqen dot Perëndisë. Pra Perëndia kërkon besim dhe besimi është bindje. Ta lësh veten në duart e Zotit. Tek 1 Pjetri 2:2 na thuhet ashtu si foshnjat e porsa lindura, dhe këtu do shohim si mund ta ndjekim Jezusin. Ja ku na thuhet si foshnjat e porsa lindura, të pra të përulur si fëmijë. Pra mbajmë kryshin përulemi si fëmijë, si foshnjat e porsa lindura të shkrimit. Dëshironi qumshin e pastër të fjalës së Perëndisë, që të rriteni me anë të tij. Pra si rritemi në besim me anë të fjalës së Perëndisë? Po si t'ja bëjmë që ka krishterë dhe nuk kanë lexuar asnjëherë Biblën, nuk kanë vajtur në kish, nuk kanë dëgjuar fjalën e Perëndisë. Po shkrimi thotë ata nuk kanë mohuar veten. Nuk mbajnë kryshin. Duan të jetojnë siç duan ata. Dhe mbi të gjitha, përveç se nuk janë të përulur, që thotë janë krenar, dhe krenaria është mëkat tjetër mjaft serioz dhe krye mëkati është krenaria. Satani pra angjëlli i rënë na krenaria ra, Luciferi që bë Satan. Pra nëse je krenar nuk do të dëshirosh dot qumshin e pastër të fjalës së Perëndisë. Fjala e Perëndisë do të neverisi. Krishtërimi do të duket i ashpër. Nuk do të pëlqej. Sepse kështu reagon errësira ndaj dritës. Errësira, për ata që dinë fizika, do që ta mbërthej dritën, ta kapi, ta mbuloj, por nuk ja del dot.
Dhe ne nuk e shohim se perceptojmë dot, shme këtu në këtë dhomë qiellan. Nuk e perceptojmë që janë gjithë këto atome të errësirës që përpiqen të kapin dritën gjithkohës, ta kundërshtojnë. Por drita nuk mposhtet dot. Kështu është me Perëndin. Ose jeton pa Zotin, sipas Biblës, ose me Zotin. Nuk ka rrugë të mesme. Pra nuk ka rrugë të mesme në Biblë. Ose je në dritë, ose je në errësirë. Kështu që nëse duam të rritemi shpirtërisht, sikurse kemi temën, duhet të dëshirojmë fjalën e Perëndis çdo ditë. Dhe të jetojmë sipas fjalës së Perëndis, si foshnjat që dëshirojnë qumshin e pastër. Le të themi nga gjiri i nënës. Ka ndonjë foshnjë që nuk dëshiron qumshin e nënës? Asnjë. Atëherë si mund të ketë krishter që nuk dëshiron fjalën e Perëndis? Kur vetë fjala e tij thotë që në fillim ishte fjala, fjala ishte me Perëndin, fjala ishte Perëndi. Dhe fjala erdhi në mish, dhe fjala ishte dritë e botës, Jezu Krishti. Dhe me anë të fjalës, Perëndia krijoi qiellin dhe tokën. Atëherë si mundet i krishteri të jetojë pa fjalën e Perëndis? Është si peshku që jeton pa ujë. Atëherë nuk je peshk, sepse nuk mund jetoj peshku në ujë. Ose njeriu që jeton pa ajër, atëherë si njeri? Jeni nga një tjetër vend. Kështu që nëse i krishteri nuk ka dashuri për fjalën e Perëndis, nuk shkon në kish, nuk do të dëgjojë, nuk do të rrinë besimtar, atëherë nuk je i krishter. Por ka një rrugë, dhe Jezusi e thot rrugën. Mohoje veten, mohoje mëkatin, je mëkatar, mohoje këtë gjë. Ndro rrugë. Por ulu, mbaj kryqin. Dhe ndiq fjalën e Perëndis, ndrejshu me fjalën e Perëndis. Sepse fjala e Perëndis, thot diku tjetër apostulli, është i vetmi mjet për të shpëtuar shpirtrat tanë. Fjala e Perëndis është e gjallë dhe thuese na thuhet. Vetë Jezusi thotë që fjala që unë kam shpallur do t'ju gjykoj në ditën e gjykimit. Dhe apostulli thotë, mbani fort fjalën që mund të shpëtoj shpirtin. Në fillim ishte fjala, fjala ishte Perëndi, mos harroni, është dritë e botës. Për ata miq që thonë vetë krishterë dhe nuk jetojnë me fjalën e Perëndis, nuk duan ta dëgjojnë fjalën e Perëndis. Nuk kalojnë kohë me fjalën e Perëndis. Atëherë bëni llogarit ku është zemra juaj dhe si është rritja juaj shpirtërore, çfarë niveli shpirtëror jeni. Dhe them këtë me dashuri, sepse të gjithë jemi në rrugtim, të gjithë jemi në një betejë shpirtërore, por rritja shpirtërore është urdhërimi i Perëndis. Dhe këtë urdhërim mund ta shohim edhe tek 2 Pjetri 3:18 ku na thuhet, por rrituni. A le të ndalim pak këtu. Rrituni thotë fjalë Perëndis. Ku në hirin që shfaqë që gjithëve hirit tanë. Po si? Dhe në njohjen e Zotit, më falni, në njohjen e Zotit ton dhe shpëtimtarit Jezu Krisht. Atëherë, jo vetëm në hir, pra o ka hir Zoti dhe kaq. Po ti rritu pra në njohjen e Zotit thotë fjalë. Dhe në njohjen e shpëtimtarit Jezu Krisht. Te nuncja e Krishtit, te kisha, nëse e ndjen veten pjesë të kishës, pjesë të thirrur. Pra ideja kryesore dashur miq është që jemi të thirrur. Kisha, në fjala greke koine, pra direkt koine që shkruhet në Vjetën e Re, eklesia, do thotë të thirrurit. Nuk thot Bibla që kisha është ndërtesë, madje thot Perëndia nuk jeton në ndërtesa të bëra në duart e njerëzve, thotë veprat e apostullit. Perëndia ka zgjedhur të jetojë në këtë tempull, pra në trupin e njerëzve, në Vjetën e Re. Dhe bën këtë në momentin që ju pendohet, beson, do ndjeki Zotin, fryma e shenjtë bën banesë të tij. Pra këta janë të thirrurit, këta janë të krishterët. Por ama jemi të thirrur si të krishterë që të rritemi dhe të piqemi në besimin tonë. Sepse po nuk u poq pema fryti, pra nuk lëshon fryte, po nuk u poq. Dhe Zoti Jezus thotë, nuk më keni zgjedhur ju mua, ju kam zgjedhur unë ju dhe u kam thirrur që të jepni fryt dhe që fryti juaj të jetë i qëndrueshëm të Zotit. Pra ky është qëllimi i Zotit. Pra ne jemi vepra e Perëndisë, thotë diku tjetër apostulli, të krijuar për vepra të mira, pra për fryte. Pra krishtërimi, tham, nuk është fe, është jetë e re, pra është një mënyrë jetese që çon në perëndishmëri, pra një jetesë shpirtërore.
Dhe jo thjesht rehati. Rehatin e kërkon bota, nuk do t'i jetë rehat edhe mos ta ngatrosh me këto gjëra. Lërë thot ka njerëz thonë një jetë kemi. Unë që krishterë nuk do të thot një jetë kemi, sepse kjo jetë është thjesht e përkohshme që na çon dhe na përgatit për përjetësinë. Pra jeta e vërtet është ajo që jep Jezu Krishti, jetën me bollëk. Ndaj dhe rritja shpirtërore është rritje në besim. Pra do të rritesh shpirtërisht, rritu në besim. Si të rritem në besim? Sipas njohjes së Perëndis. Si ta njoh Perëndin? Sipas fjalës së Tij dhe jetesa në fjalën e Tij. Pra ta njohësh fjalën dhe të jetosh sipas fjalës së Perëndis. Dhe kemi arritur në fund dashurimisht, unë falenderoj nëse kemi qenë bashkë deri tani. Do përpiqem të jem sa më i përmbledhur në këtë pjesë, janë pikërisht premtimet e Perëndis për besimtarët. Pra mos harrojmë që në këtë rrugtim, për gjithë ata që zgjedhin të jetojnë krishtërimin, Perëndia jep disa premtime. Nëse do i shkruajmë të gjitha këtu, nuk do mjaftonte një kompjuter dhe një server i tërë për të përmbledhur të gjitha premtimet, por do shohim disa. Tek Hebrejve 13:5, Perëndia ka thënë, nuk do të lë kurrë dhe nuk do të braktis kurrë. Pra besimtarin e rilindur, atë që zgjedh me gjithë zemër të ndjekë Perëndin, dhe të jetojë sipas fjalës së Tij. Zoti thotë që nuk do ta lë kurrë dhe nuk do ta braktis kurrë. Pra përmend dy fjala kurrë që do thotë as në këtë jetë, as në jetën e përjetshme. Perëndia do gjithmonë me birin apo bijën e Tij. Te Psalmi 55:20 thotë që Zoti mban barrat tona. Hidh mbi Zotin, thotë madje. Barrën tënde dhe ai do ta mbajë. Dhe Zoti pra ai s'do t'i lejojë kurrë që i drejti të lëkundet. Pra kur jeton në drejtsinë e Perëndis, ti nuk e për të lëkundur kurrë. Sepse Perëndia të mban dhe Perëndia thotë hidhi mbi mua barrat e tua. Prandaj barrën, ndaj shqetësimet, problemet me Perëndin. Dhe ai do t'i mbajë problemet, do të çlirojë, do t'japi paqen, shalomin, siç thonë shkrimet e vjetra hebraike. Te Psalmi 37:25 na thuhet që kurrë se kam parë të drejtin të braktisur dhe pasardhjen e tij të lypin bukë. Pra ai që jeton sipas drejtësisë Perëndis, jo sipas asaj çfarë ai vetë mendon se është drejtësi, po sipas asaj që ka përcaktuar i Madhi Zot. Ai s'ka për të lëkundur kurrë dhe ka për të qenë i qëndrueshëm në gjithçka që bën do ketë mbarësi, sepse Zoti do jetë me të, sipas shkrimit. Te Filipianëve 4:19 na thuhet dhe Perëndia im do të plotësojë çdo nevojë tuaja sipas pasurisë së Tij me lavdi në Jezu Krishtin. Pra, Perëndia do të plotësojë çdo nevojë, thotë shkrimi. Por ama sipas pasurisë së Tij, jo dëshirave tona, se ne mund të kemi ndonjë dëshira mëkatare. Ka krishterë për shembull që mund të mendojnë të jetojnë në luks, të kenë 20 makina luksoze, por kjo nuk është vullneti i Perëndis. Ndërkohë që tjerë vdesin për bukë dhe sklavarohen, sikur se thamë. Pra Perëndia gjithmonë do t'i japi, do të plotësojë çdo nevojë, sidomos nevojat bazë, nuk do të braktis kurrë, thotë Zoti, por do t'japi sipas pasurisë së Tij në lavdi në Jezu Krishtin. Tek Mateu 6:33 vetë Zoti Jezu Krisht na thotë që kërkoni në fillim mbretërinë e Perëndis dhe drejtsinë e Tij. Dhe këto gjëra, thotë ai, çfarë në materiale, fizike, do t'ju shtohen. Pra nëse kërkojmë mbretërinë e Perëndis, pra vullnetin e Zotit në jetën tonë së pari, kjo është mbretëria, dhe drejtsinë e Tij, jo të tonën. Jezusi thotë që edhe nevojat fizike dhe materiale, Perëndia do t'ua shtojë, do t'ua plotësojë bashkë me ato shpirtërore. Tani vetëm për ta provuar, prandaj Zoti thotë diku tjetër, ejani dhe më provoni. Ose ejani dhe provoni se sa i mirë Zoti, thotë diku tjetër. Luma e që gjen stret tek ai. Pra i lum do thotë më shumë se i bekuar, i begat. Tek letra e parë e Gjonit 1:9 na thotë që nëse rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo padrejtësi. Pse e themi këtë dashuri, sepse jemi të krishterë, jemi të rilindur, por mëkati thamë është pjesa e trashëgimisë tonë. Dhe ne kemi lindur mëkatar. Dakord, me Perëndin kemi rilindur shpirtërisht, por mëkati mbetet pjesë e trupit tonë.
Dhe mishi, në thot shkrimi, ka dëshirat kundërta ndaj frymës Perëndis, dhe fryma dëshirat kundërta ndaj mishit. Që ju mos të bëni atë që doni, thot shkrimi. Do thotë që të gjitha dëshirat tona të njeriut çojnë mëkat. Kush do mëshirohet nga ky trup, thot apostulli Paul, që po më çon drejt vdekjes. Tani kur e thot apostulli Paul, njëri kaq i bekuar që ka shkruar pjesën e madhe të Testamentit të Ri, do të Perëndia përmes tij, thotë që trupi im po më çon drejt vdekjes dhe e nënshtroi trupin, thotë që mos vëmë për të përjashtuar thotë nga plani i Perëndis, nga ungjilli. Tani kush jemi ne? Jemi mirë se Pali, jemi po njësoj mëkatar si Pali. Kështu që edhe në këtë rrugtim shpirtëror, ne duhet zgjedhim të themi jo mëkatit në çdo gjë, por nuk mund dalim nga shkrimi që thotë sërish do bjem në mëkat. Por ama Perëndia ka një zgjidhje dhe na thotë, po të rrëfej mëkatet tona, ai është besnik i drejtë dhe na fal mëkatet dhe na pastron nga çdo paradisi. Pra kur mëkatojmë në jetën tonë, mëkatojmë para Perëndis, ne ja rrëfejmë Perëndis. Sikurse kur mëkatojmë ndaj njeriu tjetër, ja rrëfejmë personit tjetër, pra i themi më fal. Kjo solla gabim, nuk të respektova për shkak ose të bëra këtë padrejtësi. Pra kur mëkatojmë ndaj tjetrit, ja rrëfejmë tjetrit. Kurse kur mëkatojmë ndaj Perëndis, ja rrëfejmë Perëndis mëkatet. Por me zemër, jo thjesht në praktikë fetare. Sepse të gjithë jemi mëkatarë dhe mëkati gjithmonë bëhet pjesë e trupit tonë. Por ama, Bibla theret të jetojmë në frymë që ti mposhtim dëshirat e mishit. Dhe një shkrim nga predikuesit 7:20 na thotë s'ka asnjë njeri të drejtë në tokë që bën mirë ose bën të mirën dhe mos të mëkatojë. Pra sado të drejtë jemi, sado mirë të bëjmë, prapë do mëkatojmë. Edhe atëherë kur nuk e presim. Madje kush thotë që është pa mëkat, ai është ka mëkat akoma më të madh. Lavdi Zotit. Por mos harrojmë shkrysërimi, pra nuk jetohet dot pa hirin e Perëndis. Prandaj ndoshta edhe Perëndia ka bërë kështu që ne jetojmë gjithmonë të varur dhe në nevojë ndaj Perëndis dhe mos të kënaqemi me performancën tonë të besimit. Po quajmë performancë për ta kuptuar. Pra mos harrojmë shkrysërimi është marrëdhënie me Perëndin dhe si i tillë duhet jetuar. Dhe le ta përmbledhëm dashur miq, ideja kryesore, pra Perëndia na ka dhënë shumë premtime të çmuara. Ne përmendëm disa këtu, por Bibla është plot me premtimet e Perëndis për ne. Dhe ai pra Zoti është për herë besnik. Pra Zoti nuk ndryshon, thotë unë jam Zoti, nuk ndryshoj, ai është besnik. Gjithmonë besnik. Shkrimi atje thotë, nëse ndodh një gjë e keqe, mos thuaj që më ka tunduar Perëndia. Sepse Perëndia thotë nuk tundohet dhe nuk tundon asnjë. Nëse ti tundohesh, thotë je tunduar nga mëkati yt. Pra vetë tunduar nga mishi jot, nga mëkati jot. Pra të gjitha ke ngabim, vetëm Zoti ka drejtë, dhe Zoti është gjithmonë besnik të shkrim. Dhe çfarë ka premtuar ai në fjalën e tij, të gjitha do realizohen dhe qëndrojnë. Ne, pra nga ana jonë, nevojitet vetëm besim i palëkundur tek Perëndia në çdo kohë dhe në çdo stin. Pra si në të mirë, si në të keqe, jemi me njohës Perëndis dhe të ecim me besim, të jetojmë me besim. Dhe besimi i krishterë nuk është thjesht një besim fetar, nuk varet nga rregulla, nga rituale të tjera. Besimi i vërtet biblik. Nga ku buron besimi i krishterë, në kupton bindje ndaj këtyre premtimeve të Perëndis. Dhe çdo gjë që na ndodh në jetë, si ato nga më të papritura, nga më të dhimbshme, ta dimë që ndodhin të lejuara nga Perëndia për të mirën tonë. Nëse qëndrojmë në besim, do ta kuptojmë në fund që gjithçka do bashkëpunojë për mirë. Për ata që duan Perëndin dhe janë thirrur sipas qëllimit të tij të shkrimit. Kështu që nëse diçka e pakëndshme na ndodh, ta dimë që Perëndia që është në kontroll të gjithësisë e ka lejuar atë gjë për ndërtimin tonë, për rritjen tonë shpirtërore dhe për shenjtërimin tonë. Sepse ai dëshiron të na bëjë sa më të ngjashëm me birin e tij Jezu Krishtit. Ky është mësimi, dashur miq. Uroj të ketë inkurajuar disa pyetje thjesht për reflektim. Dhe nëse dikush nga ju ka pyetje
ose dëshiron të ndaj diçka, një përgjigje, jeni të lirë të më shkruani tek dritarja poshtë kësaj video, sikurse edhe në emailin tim personal, enobarjami@gmail.com, dhe në hirën e Zotit do përpiqem do pritshmos që t'ju përgjigjem. Le të përmbledhim 5 pyetje për reflektim. Për ju që keni ndjekur këtë mësim, e para, çfarë të reja është mësuat sot? Pra jo vetëm ato gjëra që i dini, por çfarë gjëra që nuk dini të mësuat sot? Cili varg të preku më shumë zemrën dhe pse? Pra me shpresën që Zoti ka folur, cili varg të veçantit ka prekur zemrën dhe pse? Pyetja 3, si mund ta zbatosh këtë mësim në jetën tënde praktike? Pra mos harrojmë, Zoti Jezus thotë që kush dëgjon fjalën time dhe e vën në praktik, është ai që më do. Dhe unë dhe Ati thotë do vim do bëjmë banesë në të. Pra flet për frymën e shenjtë, Ati bie frymën e shenjtë. Që nëse e dëgjuat të mësim dhe thjesht e dëgjuat, po nuk doni ta zbatoni, atëherë Zoti thotë kush e dëgjon dhe zbaton këtë mësim, ai më do. Pra jo tekstualisht të mësim, por fjalën e Zotit. Pyetja 4, a ke ndonjë pyetje ose dyshim për këtë temë? Dhe këtu ju ftoj me përgjithësi të më shkruani, nëse keni diçka që nuk e kuptoni ose nuk bini dakord, ose nuk ju duket sakt, jam mëse i hapur dhe do isha shumë mirënjohës nëse dikush edhe mund të ndreqi. Sepse hekurin pre hekurin, thotë shkrimi, kështu që ndihmojmë njëri tjetrin në këtë udhtim. Askush nuk është i pagabueshëm. Vetëm Perëndia është i pagabueshëm. Dhe pyetja e 5 dhe e fundit, si mund t'i ndihmojmë të tjerët përmes besimit tonë? Pra mos harrojmë, Zoti Jezus thotë, ka më gëzim të japësh se sa të marrësh. Dhe sipas i parimit, si mund t'i ndihmojmë të tjerët përmes të besimit? Kjo dhe dashur miq, uroj të jeni inkurajuar, por edhe të sfiduar nga ky mësim, sepse është po Zoti që na nxit për rritje shpirtërore dhe për vepra të mira. Uroj të shkojmë së shpejti në mësime të tjera, deri atëherë, bekimet e Zotit kudo.